10 doktor kemi nxjerrë prej anës fetare, 10 mjek që na shërojnë, 10 doktor që të shërojnë, se po e lipish një mjek që din me të mjeku. E para, leximi i Kur'anit. Pas ka o vllazën nevoj shpirti, lexim të Kur'anit, edhe nëse nuk e kupton, shpirti i tij, se shpirti është dorë të Zotit. Kur'ani është fjala e Zotit. Allahu po i fol shpirtit. Ja ayyatuhan nafsul mutma'inna, o ti shpirt i qetësuar. Allahu po i fol shpirtit. Në surët al-Fajr e kini ajetin, ja ayyatuhan nafs al-mutma'inna, o ti shpirt i qetësuar. Allahu po i fol shpirtit. Njeriu pas ka nevoj me ndëgjue Kur'anin, ani që se kupton. Ngone Kur'anin. Psa kretin sant po kujtoni që ngojnë muzike, këngë, kuptojnë këngat. Tja ke pa, hish në restoran, anglisht, 24 orë, a i po kuptojnë po këtë ishtë atë, që tu në ardhen shpirtin që. Mi thonë, ka manjerit, naleve pak ato, as po të që shërdone, jo, na u kam su veshi. Që ha, aty, as një kongë së është kur të ishtë në restoran, Shqip as një osan. Kërkush të reagon, hinin në Facebookin tem, këtyre mund që kam thëjnë, fjallët ma të ndyta që janë në ftyrë tokës, me thëjnë. Pse për ju thamë juve, selamu aleikum, pse për ju kënej Kuranin arab, që tekstin arab, që a i gjithë ditë nga kongë atje, ku e vishë ka përdo të shëjtoni i Anglisi, i Amerikës, i Argentinës, i Spanjolla, i 50 centi atje. Të këshire qmimi njërë sa ka 50 cent. Merë vesh sa ka. Unë po që ditëm se kishin bo 50 euro bile, ose $50. Shtu më shtrohesh më shqiptari jam. Allah i të vërsoft. Po thot feja me ngu Kuranin. Mandej, ngo feja që ka po mësën. Mandej, po thot, me dalë më rëzit edhe në dijel. 2. 3. Me pi uj. Jo lëngjët tjera që pi lakmojmë në gazirume, pi shof mitë në shkollë, po blejnë ersi kola. Fëmijët pi shofën, ose Coca-Cola fëmijët po pitë. A që domshma, reklama mirë edhe ata pedë. Ani që s'prepi. Po thët baba dhe nona, fëmija jem, pa Coca-Cola, thasri kur se buk s'ha pa Coca-Cola. A pa coca-cola ha buk bre motër? Pa coca-cola? Që kënë degenerim? Po thët pirja ujit. E 3. E 4. Gjumë të mjaftushëm të natës. Jo më nejtë gjithë natën në celular në 3-4 saba, kërgjon e ditën fli gjithë ditën. A dini kush fle natën e kush rri ditën? Ha? Mandej, ajri i pastër. Me thith ajrin e pastër. Që shë thith ajrin e pastër që i këshu në Prizrenin, këtë dohanin që e pinë, filterin e gjynë së takë. Për ditë, unë, për ditë shqinçtë. Ku është taj arsimim, ku është taj edukim, ku është taj që po i thëjnë në gjuhën shqipe, emancipim, kultur. Një popull me kanë shme kanë gjahil hajvan, si të është i pastër ka kultur. Me kanë kush me kanë teknologji, me hip këtë në aeroplana me najtë, pa di hava nëse poshtë të ka flistin kërri, a i pa kultur është. Ajri i pastër. E 6. Ecja 5 kilometër bare po thot në ditë. E 7. Ushqim të duhur me hangër jo, o si lop, ushqim të duhur dhe natural. Qysh natural? Vallahi ju i kreti një dëshmitar,
Sot më lidhet domatja e verdh, nesër sabah bëhet e kuqe me sprej. Zoti ju shpëtoft, se këto janë mohabete të agronomisë, nuk janë të hoxhës me ju shpjegu qysh. Ju thash unë shqitë, si qysh be vlla jam që ky qaj speci një, ti ky po djek, ky s'po djek. E kapi sprejin ati. Kape ha, ment me t'i qitë. Tra jo të djek, ky ment t'i qitë tash, sepse artificial djekje ka, se ka të Zotit që ja falen. Runu, Allah ju rujt. Ushqim të duhur dhe natyral. Zatën, shiko Kurani bre sa bukur thot. Se fjala on prej Kuranit që ke ushqim të duhur dhe natyral. Ju ka ardhë pejgamberi, po thot, juve, gja'akum Resulun, ju ka ardhë ky Resulullah, për Resulullahin, po thot, Mekazve, yuhillu lahumut tayyibat. Po ju bën halal gjërat e mira, ushqimet e mira. O yuharrimu alejhim el khaba'ith. E po ju bën haram ushqimet e këqija. Shiko sa definicioni mrekullueshëm. Halal po ju bën të mirat, haram po ju bën të këqijat. E teta, ngrania mjaltës, pimja mjaltës. E nënta, përdorja farës zezë, habët sauda, fara zezë, që ato që përshitet e dini, ku i qesin pitajkave këtë na veç në Ramazan. Dhe e fundit, plot sende ka, dhe e fundit, knaqlu ma aq sa ju ka dhënë bereqet, Allah, thani elhamdulillah, ala kulli hal.